Mendoj që situata ka dalë nga kontrolli. Kur je kështu nga jashtë e kupton pak më shumë ato elementet sepse e vjen informacioni nga shumë krah dhe është bërë një negativitet i papar në Shqipëri. Po harrojmë që, si më thënë, brenda lëkurës, duke hequr emrin, duke hequr traditat, duke hequr edhe këtë maskën, ne jemi gjithë njësoj. Atë çfarë po ndodh shumë, pse po shqyemi me njëri tjetrin, pse ky negativitet, qoftë nga pjesa politike, qoftë nga pjesa mediave, qoftë nga pjesa e mediave sociale, rinia, TikToku, më thënë, ka arritur një lloj momenti, paktën si po e shoh unë, që negativiteti po mbizotron dhe kuptohet që në këtë realitet ka balanca, është balanca midis pozitives dhe negatives. Por me si e shoh unë, po rritet shumë pjesa negatives dhe po ulet pjesa pozitives. Ju lutem, ulni gjakra, jepni pak pozitivitet, jepni shembullin e mirë tek fëmijët tanë, tek njerëzit tanë. Jemi përpjekur shumë për të arritur në këtë ditë që është sot. Çfarë po ndodh? E di çfarë duhet, vetëm pak pozitivitet dhe na takon ne si njerëz që jemi me frymë pozitive për të lëvizur sadopak, qoftë duke çuar disa mesazhe.